Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit dhe lidhjeve Aleksandar Nikolovski gjatë një vizite në Gostivar deklaroi se kjo komunë do të përfitojë nga një program i veçantë zhvillimi pas zgjedhjeve lokale. Ai theksoi se me fitoren e kandidatit të vlen për kryetar të komunës Sebajdin Dauti, i cili gëzon mbështetjen e plotë të VMRO-DPMN-s, Gostivari do shndrohet në një qendër të rëndësishme infrastrukturore në vend. Nikolovski bëri këto komente gjatë inspektimit të punimeve në rrugën Mara Ugrinova në Gostivar, një projekt që financohet nga mjetet qeveritare të ndara për komuna. Imаме сериозна поддршка за општина Гостивар, именно во првиот повик. Kemi mbështetje serioze për komunën e Gostivarit. Në thirrjen e parë të zbatuar vitin e kaluar, mbështetja totale ishte 160 milion denar dhe një pjesë e këtyre mjeteve u destinuan për rrugën Mara Ugrinova. Në thirrjen e dytë, që përfundoi para shpalljes së zgjedhjeve lokale, komuna përfitoi përmes 39 projekteve të miratuara edhe 380 milion denar. Në total, kjo përbën 540 milion denar ose mbi 9 milion euro. Ai theksoi se pas zgjedhjeve me qeverisjen e re lokale do të nisë menjëherë zbatimi i projekteve ekzistuese, por edhe përgatitja e projekteve të reja për zhvillim infrastrukturor. Проектите кои што се спремни веднаш ќе влеземе да ги реализираме. Projektet e përgatitura do të zbatohen menjëherë. Kjo do të varet nga gatishmëria e komunës dhe ne do të punojmë së bashku për të përgatitur edhe projektet e reja që më pas do t'i zbatojmë. Nikolovski njoftoi se punimet në seksionin autostradës Tetov-Gostivar dhe Gostivar-Bukojçan tashmë janë në fazë të avancuar, ndërsa për segmentin Bukojçan-Kërçov janë dorëzuar 3 oferta dhe pritet përzgjedhja e kontraktorit më të përshtatshëm pas vlerësimit profesional. Очекувам во март месец таму да имаме вовед во работа. Pres që punimet të fillojnë në mars me përfshirjen e autostradës Kërçov-Ohër nga fundi i vitit 2028 ose fillimi i vitit 2029, Gostivari do të ketë lidhje të plotë autostrade me korridorin 8, që shtrihet nga Ori përmes Korçovës, kalimit Kufitani Qafthan dhe lidhet me Shqipërinë. Kjo pritet të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik dhe tregtar të kësaj zone. Një tjetër projekt i rëndësishëm është rehabilitimi i linjës hekurudhore Shkup-Kërçov, që do ndikojë në transformimin e mënyrës së jetesës në rajon. Sipas Nikolovskit, pas përfundimit të projektit në vitin 2029, udhëtimi me tren nga Shkupi në Gostivar do zgjas vetëm 40 minuta. Владата веќе усвои грант кој што го додели Европската Унија. Qeveria ka siguruar tashmë një grant nga Bashkimi Evropian për përgatitjen e studimit para fizibilitetit, analizës mjedisore dhe dokumentacionit për rehabilitimin, sinjalizimin dhe elektrifikimin e linjës hekurudhore Shkup-Kërçov përmes Jegunovcës, Tetovës dhe Gostivarit. Dokumentacioni do të përfitojnë brenda 18 muajve dhe në vitin 2027 do të përzgjedhet kontraktori, ndërsa në vitin 2029 projekti do të jetë i përfunduar me trena që të lëvizin me shpejtësi deri në 120 km/h. Në fund, ai shtoi se me këto investime të mëdha në infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore, Gostivari dhe rajoni përreth do transformohen në një qendër moderne dhe atraktive për jetë dhe zhvillim.